Kryeministër, me qenë se shumica e pyetjeve për temën u parashtruan këtu nga kolegët, kam një pyetje për zgjedhjet lokale. Pse nuk e keni problem me bashkëpunu me Partinë Demokratike të Kosovës në nivel lokal, pasi që po ndjen që në komunën e Dragashit keni lidh koalicion si vetëvendosje, ndërkaq PDK është partia vetëm e shqiptarët që ne keni përjashtuar për koalicionit për zgjedhje nacionale, ashtu siç kanë deklaruar shumica e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Për brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka një heterogenitet më të madh se sa që mendohet, dhe kjo është shprehur në disa komuna. Njëra prej tyre është komuna e Sharrit Dragashit, dhe ne atje kemi bërë një dakordim për shkak se jemi të interesuar për ndryshim. Por nuk besoj që mund ta vëmë shenjën e barazisë midis orientimit në nivelin shtetëror e nacional që ka ajo parti dhe degëve të veçanta me kontekstet e caktuara sociopolitike atje në kushtet e një heterogeniteti më të madh se asnjëherë më parë që ka pas kjo parti politike. Mua më vjen keq se më duhet të shkoj sepse tash kam një takim në orën 11, por ndoshta për dy pyetjet e fundit mund t'ju përgjigjet ministri Murati. Faleminderit Valvona për këtë pyetje. Së pari, në çdo vit, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, 31 tetori është afati fundit për të miratuar ligjin në qeveri. Nuk jam i sigurt se kjo ka ndodhur në kaluarën, mirë po kjo është e sigurt që ka ndodhur gjithmonë me neve. Çdo buxhet prej vitit 2021 për 2022 e kështu me radhë, kësaj radhe 2025 për 2026, ne e bëjmë në muajin tetor. Nga njëherë është 30 tetori, nga njëherë është 31 tetori, nga njëherë është një ditë më herët, por nuk e bëjmë në shtator. Kjo bëhet në javën e fundit të tetorit. Dhe në këtë rast e kemi bërë me 31 tetor. Nesër fillon muaji parafundit i vitit. Prandaj kjo nuk është ndonjë risi, pse po e bëjmë miratimin në mbledhjet e qeverisë, propozim buxhetit për vitin 2026 në ditën e fundit të tetorit, sepse ligji për menaxhimin e financave publike kërkon një gjë të tillë. Sa i përket konsenzusit, unë i thras logjikës dhe racionalitetit. Pra konsenzusi nënkupton logjik ku vlejnë aspektet universale të menduarit dhe në anën tjetër racionalitetit, ku ne bashkërisht shpresoj që do të mund të kemi një situatë ku në Kuvendin e Republikës, me qenë se kemi kuvend të konstituar, ky buxhet i rritur dhe i mirë do të kaloj në legjislaturën e 9, e cila tash e ka dhe shtëpinë e vet, Kuvendin e Republikës. Prandaj nuk kam armë tjetër për të arritur konsenzus përveç se logjikës dhe racionalitetit. Ndërkaq, pse nuk kemi pritur që këtë ta bëjmë më vonë, nëse 200.000 pensionist, nëse 150.000 punëtor që preken dhe pritet të ndikohen nga rritja e pagës minimale, nëse 400.000 fëmijë do të ishin dakord që ne këtë ta shtyjmë për më vonë, edhe unë do të isha dakord. Po jam i bindur që ata presin që prej momentit kur ka fol kryeministri, është rëndësishme që një ditë më parë të kalohet në realizimin e atyre, e kemi lexuar dhe rilexuar ligjin dhe kemi ardhur në përfundim që mund ta bëjmë. Rrjedhimisht nuk kemi pse e shtyjmë. A do të ishte më mirë si një qeveri me mandat fuqiplot 4 vjeçar në vijim? Sigurisht që do të ishte mirë. Por unë besoj që më mirë kështu, edhe që vazhdojmë të jemi në qeverinë detyrë, e që i morëm këto vendime të mira, sesa të themi që të presim për qeverinë e re, e cila nuk e di më është si vjeta vitin arshëm, dhe vetëm atëherë do të mund t'i gëzoni këto që i premtoi kryeministri. Pra me qenë se është e mundur të bëhen gjëra të mira, duhet t'i bëjmë ato gjëra të mira. Pra, kur i realizojnë premtimet para kohe, unë nuk besoj që duhet të ketë ankesa. Nëse nuk mbahen premtimet, atëherë duhet të ketë ankesa. Po u realizuan ato para kohe, përbes është mirë që
të gëzohemi të gjithë bashkarisht, dhe krejt në fund, me sa di unë, Ministri Murati e di këtë gjë më mirë se unë natyrisht, asnjëherë ligji ligji i buxhetit për vitin e ardhshëm nuk është miratuar në vitin e ardhshëm, le të themi kështu. Gjithmonë është bërë për brenda vitit fiskal. Domethënë, ligji për buxhetin 2022 është miratuar në dhjetor të vitit 2021 në të dy leximet. Ai për vitin 2023 në vitin 2022, për vitin 2024 në vitin 2023, asnjëherë nuk e kemi kaluar 1 janarin me ligjin për buxhet. Natyrisht, qeveria ka kryer punën në tetor. Mirë po edhe kuvendi ka kryer punën në dhjetor. Pra këso lloj stabiliteti dhe disipline institucionale nuk ka pas para neve. Ju mbani mend shumë mirë, ka pas qeveri kur aplikon ta të formulën e 1/12. Por për sa jemi në qeverisje ne, unë kryeministër, e Hekuran Murati, Ministri i Financave, në tetor e keni pas gjithmonë të miratuar mbledhjet e qeverisë buxhetin për vitin e ardhshëm, ndërkaq në Kuvend të Republikës në dhjetor buxhetin e njëjtë për vitin e ardhshëm. Pra është stabilitet dhe disiplinë e papar më herët. Po shpresoj që nuk do të jetë e papërsëritshme, sepse uroj që të vazhdojmë kësaj. Premier Gallopeni nga Radio Tukagjini. Zotër Kurti, çështja e buxhetit për vitin e ardhshëm është diskutuar edhe në mbledhjen e djeshme të kryesisë, por që partitë politike nuk arritën që të krijojnë komisionet parlamentare, që është esenciale ndoshta për çështjen e buxhetit dhe për procedura të tjera në punën e kuvendit. Si e keni menduar që do të tejkalohet kjo çështje dhe a do ta diskutonit çështjen e buxhetit dhe të çështjeve të tjera urgjente që ka Kosova në takimin e sotëm që e keni në ora 12 me presidentën? Dhe zotri Murati, tek çështja e rritjes së pensioneve nga muaji nëntor. Pensionistët do t'i marrin me 1 nëntor pensionet me rritje apo në dhjetor të muajit nëntor? Së pari, takimin që do ta kemi në zyrën e presidentes, aty besoj që do të diskutohet tema për cilën jemi ftuar, e kjo është hapat e më tutjeshëm, me qenë se në tentimin e parë nuk u arrit formimi i qeverisë së re. Dhe unë dua të shkoj me konstruktivitet dhe optimizëm aty. Nuk kam arritur ta ndjek nga afër mbledhjen e djeshme të kryesisë së kuvendit, por mua më vjen mirë që deputetët e Republikës Kosovës, të legjislaturës së 9, tashmë kanë shtëpitë e tyre. Veç se kjo shtëpi duhet të funksionoj. Nuk mjafton ta kesh, duhet edhe të funksionoj, të operacionalizohet. Funksionimi i kuvendit nënkupton formimin e komisioneve parlamentare. Unë nuk e kuptoj pse si formojnë komisionet parlamentare. Por edhe njëherë po them, nuk kam argumente të tjera bindëse që janë jashtë logjikës ose racionalitetit, jashtë interesit publik dhe vlerave ligjore e kushtetuese që i ndajmë bashkë. Përshëndetje, Driton Sadiku prej ATV-s. Kryeministër, e përmendet të çështja e komisioneve parlamentare. Si besoni që është e mundur formimi i komisioneve parlamentare teksa nuk ka qeveri, pra nuk dihet kush është pozitë, kush është opozitë, kanë me mbikëqyr këto komisione, ndërkohë që u përmend edhe pra buxheti për komunat që ka më ushqyrtu mandej kaloj në qeveri dhe pritet më ushqyrtu në kuvend. A mendoni ju që është e lehtëshme pra që të votohet në qeveri e mandej ju të çoni dorë edhe në kuvend, njëkohësisht si kabinet qeveritar, mandej edhe si deputet për të njëjtën çështje? Faleminderit. Sa i përket pyetjes së parë, më lejoni të them që unë besoj në Republikë Demokratike dhe Parlamentare të Kosovës, në të cilën qeveria varet nga kuvendi e jo anasjelltas. Nuk duhet të ndërtojmë me narrativa të gabueshme, jo demokratike, varësinë e kuvendit nga qeveria. Ta shohim njëherë qeverinë, mandej formojmë komisionet parlamentare. Jo, kuvendi duhet ta dëshmojë pavarësinë dhe dimensionin sovran të vet, si shtëpi e përfaqësuesve të popullit. Ata nuk do të duhet të varen nga ajo se kush është ministri i ardhshëm që ta përcaktojnë më pastaj përbërjen dhe udhëheqjen e komisionit parlamentar. Ne qeveria varemi nga kuvendi, jo kuvendi nga qeveria. Paradoksalisht, ata po vinë në një kurth të ngritur prej vet atyre në të cilën
e përmbysin raportin qeveri-kuvend. Në vend se qeveria të varet nga kuvendi, po ndodh e kundërta. Ne jemi qeveri në detyrë, derisa të bëhet qeveria e re, e respektojmë në plotni dhe përpikri ligjin mbi qeverinë. Kaq mund të them. Edhe sa i përket mbledhjeve e vendimeve që marrim këtu, po njëkohësisht edhe sa i përket sjelljes dhe veprimeve tona në Kuvendin e Republikës më në fund të konstituuar.